Gjatë vizitës zyrtare në Strasburg, lideri i opozitës Sali Berisha zhvilloi një takim me grupin konservator në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës. Gjatë fjalës së tij, Berisha tha se Shqipëria është thyer në një narkodiktaturë dhe theksoi se Edi Rama kërkon mandatin e 4 duke burgosur 3 liderët kryesor të opozitës shqiptare. But today, almost in 30 years after. Sot pothuajse 30 vite pas antarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Europës, fatkeqësisht vendi im është i pari dhe i vetmi shtet narkodiktaturë në Europë. Shqipëria në këtë 30 vjetor është një vend ku para zgjedhjeve kryeministri synon mandatin e 4 duke arrestuar 3 liderët kryesorë të opozitës shqiptare. Më arrestoi mua për 330 ditë pas një fakt penal. Ata më akuzuan për korrupsion pasiv dhe për një faturë për një javë pushime për arsye shëndetësore. Dhëndrim për 440 ditë ndodhet në arrest shtëpie për një pronë për 110 metrash që është lënë trashëgim nga gjyshrit e tij. Çdo gjë e dokumentuar me dokumenta zyrtare që i përket familjarëve të tij. Berisha përmendi arrestimin brutal të presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, procesin ndaj kreut të republikan Fatmir Mediu për një çështje të mbyllur 15 vite më parë, burgosjen e eurodeputetit Fredi Beleri, i cili u dënua pasi Edi Rama kërkonte të merrte mijëra metra katror tokë pranë detit, e po ashtu dënimin me burg të deputetit Ervin Saljani, sepse denoncoi vëllain e ish-ministrit të Brendshëm, pasi ishte dënuar në Itali për arsye se drejtonte trafikun e drogës nga Vlora. Lideri i opozitës theksoi në fjalën e tij se paratë e drogës dhe krimit po përdoren në zgjedhje. More than 10 to 12 billions. Rreth 12 miliardë euro u krijuan nga trafikantët e kanabisit dhe më pas këta u lidhen me trafikantët amerikano-latin dhe tani janë shumë të fuqishëm me lidhjet e tyre në kartelet, si për shembull ai i Sinaloas. Të nderuar antar, vetë Edi Rama është i lidhur me këto organizata. Në zyrën e tij ka një këshilltar i cili koordinon aktivitetet e këtyre organizatave. Ai ka pritur në zyrën e tij bosin shqiptar të Sinaloas dhe i ka dhënë leje për kazino dhe një hotel me 5 yje. Krimi organizuar është shumë i famshëm dhe shumë i përfshirë në zgjedhje. Autoritetet franceze, belge dhe holandeze kanë dorëzuar mira faqe të mesazheve të krimit organizuar të marra nga telefonat e enkriptuar. Komunikimi arrin deri tek Edi Rama dhe ministrat e tij. U zbulua se gjysmë e komunikimeve ishin të lidhura dhe me dhunimin e zgjedhjeve, dhe ne tani jemi në zgjedhje elektorale, por janë edhe dhjetra qindra milion euro të kanabisit që janë përdorur për të bler vota, e gjithashtu edhe kërcënimi i mafias ndaj njerëzve që të votojnë për ta. Një kryeministër që Europa nuk e ka parë kurrë, që drejton një shtet si diktator dhe një narkodiktator. Në përgjigje të pyetjeve të eurodeputetëve të grupit konservator, Berisha theksoi se Shqipëria është kthyer në një republikë të George Soros. Edi Rama ka qenë lideri më i mbrojtur, më investuar nga George Soros dhe problemi me miliarderin Soros është i vjetër. Kam qenë shumë konfrontues me të. Prej vitesh kam kërkuar që të ndalohet veprimtaria e tij politike në Europë. Kam kërkuar që Parlamenti Evropian t'ia ndalojë sepse ai blen politikan kudo. Ai ka një agjendë ekstreme të majt. Ai rikthen modelin e monizmit duke marrë të gjitha OJQ-t dhe duke i vënë në ombrellën e Partisë së Vjetër Komuniste. Përplasja ime me të u bë më madhe kur ai u përfshi në politikën e Ballkanit. Ai u bë faktor kryesor në politikën e jashtme për Ballkanin. Ai deshi ndarjen e Kosovës, një projekt i Miloševićit që më është sjell përmes ndërmjetësve disa herë gjatë kohës që isha presidenti i Republikës. Tani George Soros e volosi dhe firmosi projektin si të tij. Sigurisht që unë e kundërshtova, dhe ai është shumë i pakënaqur. Sa për Sorosin, siç u thash edhe më parë, nëse më pyesni çfarë është Shqipëria sot, Shqipëria është një republikë e George Soros. Berisha informoi grupin konservator edhe për sanksionimin e tij nga ish-sekretari i shtetit Antony Blinken, një vendim i marrë mbi bazën e një lobimi të korruptuar nga Edi Rama dhe George Soros. Berisha ftoi eurodeputetët që të sjellin mision vëzhgimi në Shqipëri. Yes, you could help us very much. Ju mund të na ndihmoni shumë, së pari dërgoni një mision verifikimi sepse do të dëgjoni gjëra të pabesueshme dhe kur të prekni realitetin atje, atëherë mund të gjeni një mënyrë për të ndihmuar kombin tim, për të ndihmuar vendin tim të çlirohet nga kjo narkodiktaturë. Ne do të luftojmë dhe do të vazhdojmë të luftojmë, por na duhet edhe ndihma e njerëzve të lirë kudo që janë, dhe nga qeveritë europiane dhe miq tan kudo.